ka nevojë për më fol kjo temë edhe na nuk du të themi që ne jemi të përkryer ose perfekt në këtë pikë. Pse ndodh që një besimtar, edhe pse përkundër ibadeteve që i bën të përditshme, e ndjen një lloj bëshllëku në zemrën e tij. Kur fali namaz, a bën me lënë televizorin ndez. Për çka? Po thabetin kur të falem me këshyr ka pak televizorin se adin me hub kohën. Tu shpresu xhenetin Allah të xhel edhe tu mbrojt prej xhehenamit. Pse kur dal prej xhamis janë nis me bogibet? Pse kur dal prej xhamis shkon mat ose peshon në kanar peshon gabim, i bën llogarit ose bën dallavere në biznesin tan. Pra me rujt namazin edhe masi e ke kry, masi ke dal prej xhamis. Unë kam 4 lokale. Në çdo namaz ta e bëj llogaritjet e lokalit por 2, 3 dhe 4. Kësaj herë ta mdulën 3. Për atë arsye dita që ke gabu. Çfarë mirësie na jemi në ibadete. Sikur ta denin çfarë lumturi na kemi, mbretërit do të na luftonin me shpata për të na marrë këtë mirësi, sepse edhe pse janë mbretër, nuk e ndjejnë atë kënaqësi në të cilën janë besimtarët në ibadete. Kur e kupton këtë formë, atëherë ti që ibadet që ja përkushton çati që je ty e dasht, ti edhe ibadetin kime e dasht. Kur e kupton ti kush është Zoti yt, i vetmi meritor për adhurim, s'ka zot tjetër. Pa dyshim që namazet, ibadetit kanë me të dok shumë të lehta. Si mund ta kthejmë përqendrimin, ta shijojmë namazin, ta shijojmë ibadetet. Është përmirësimi i jetës. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po fillojmë episodin e radhës me Hoxhën Lulzim Susuri. Hoxh, mirë se keni ardhur. Mirë se gjeta, i nderuar Islam, Allah të rujt. Amin. Hoxh, sot do të bisedojmë çështjen e deviacionit mekanik dhe lidhja e sinqertë. Pse ndodh që një besimtar, edhe pse përkundër ibadeteve që i bën të përditshme, e ndjen një lloj bëshllëku në zemrën e tij. Fillimisht bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Ty edhe gjithë shikuesit Zoti ju bekoft, ju nderoft, lutem Allahun që të kanë kaluar mirë me episodin e kaluar edhe nëse kanë kaluar mirë padyshim që kanë me përcjellë këtë tashmit. Ajo që përmendet ti domethënë ajo ona mekanike dhe ona shpirtërore e ibadeteve është shumë e rëndësishme për faktin se nuk kemi vetëm na tash që e kemi këtë dert edhe që veç na po flasim. Kjo është diskutuar gjithmonë ndër shekuj prej kohës së sahabëve radhiyallahu anhum, ku ju kanë anku pejgamberit alayhi salatu wasalam në disa situata për me një farë forme për vdekjen e zemrës ose për smundjet e zemrës edhe për atë që niveli i bashkimit mes veprimeve fizike dhe atyre shpirtërore, pra lidhja, ka ndodhur që ndonjëherë ka mungu. Prandaj nuk është temë e re, por është temë shumë e rëndësishme dhe nuk do të thonë që detyrimisht kur ta flasim na kur ta shpjegojmë, çdo sen ka me u zgjidh, por është interesant se besimtari gjithmonë ka me qenë në luftë të vazhdueshme, sa më mirë me e përshtat anën shpirtërore me ato fizike në ibadete. Do të thonë çish është i përkushtuar fizikisht në ibadet që duhet jetë, ashtu me qenë edhe i përshtatshmëria edhe anën shpirtërore. A ka mangësi siç u përmend? Po, ka mangësi, ka nevojë për përmirësim, ka nevojë për llogaritje të vetvetes, shikim ose refresh të rrethonave të situatave. Edhe ky boshllëk ndodhe për shumë arsye që ndërkohë besoj në pyetjet e tua që e ke edhe një të tillë që pse ndodh një gjë e tillë, na themi se gjëja kryesore është besimtari fillimisht me kuptu se ibadetet janë të pavlefshme, ibadetet fizike, nëse nuk shoqërohen edhe me atë ndjesinë shpirtërore, edhe anën e zemrës, anën e brendshme, me i përjetu edhe me zemër ibadetet, ashtu siç i vepron fizikisht. Domethënë në momentin që çohet namaz më fal edhe lexon një ajet kuranor, më u tërqet edhe zemra, domethënë edhe trupi, edhe me ndje ato, edhe pse jo nëse është në herë nevojshme edhe me dal lotët për dikon, nuk është detyrimisht loti i syrit, por domethënë edhe loti i zemrës. Edhe kur fjan ajeti i xhenetit me ndje ato, ajetet që flasin për xhenem me ndje ato atë frikën prej. Pastaj duat kur ti bën Allahu azza xhel me e përjetu këto dua. Prandaj themi që ka nevojë për më fol kjo temë, edhe na nuk do të themi që ne jemi të përkryer ose perfekt në këtë pikë. Sinqerisht her pas here
e shohim veten se ka ardhur çati i dytë ose i tretë i namazit la ilaha illallah, Edhe sa shpesh isha harrojmë. domethënë sa isha i përkushtuar apo si kaloj kjo, edhe ndoshta vjen fundi i Fatihas edhe ti e ke kalu mënyrë mekanike, sidomos ato namazet të cilat janë bë rutinë që na i falim 5 vaktet. Prandaj kemi nevojë me trajtu edhe kemi vrejtje te vetja jonë, pastaj kemi ankesë edhe kërkojnë këshilla besimtarët për i meje ose xhallarëve tjerë, ku na thonë që shpesh nuk po ndjej ibadetin sa duhet. Që me kuptu se është kjo në popull e përhapur edhe gjithmonë do ta luftojmë. Kjo ka qenë thashë në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ku do t'i përmendim disa nga shembujt të asaj kohe. Hoxha kom të gjuar një rast me një xhami, hoxha ka bën namazin e yatsis, i fal 3 rekate. Po një xhamat i kish pas 4 lokale. Për çdo recat i kish bërë llogaritjet e lokaleve brenda namazit. Sa ka fitu sot, te i pare te i dyti. Edhe secili gjithë xhamatin nuk e kanë përmirësu, nuk e kanë korrigju hoxhën. Vetëm ai në fund po i thot hoxhës i ke fal 3 yatsin e ke fal 3 recate dhe jo 4. Thot po pse atëherë nuk keni korrigju? Tha ku pe din ti? Po unë kam 4 lokale. Në çdo namaz tha e bëj llogaritjet e lokalit par, 2, 3 dhe 4. Kësa herë ta mdullën 3. Për atë arsye dita që ke gabu. Domethënë edhe ky më i përkushtuar i pityn edhe ky se ka pas përkushtimin i tij nuk ishte i sinqert në namaz, po lokalet e tij. Lokale, po. Këtë shembull sa për dobijet tonë dhe të shikuesve. Për herë të parë në vitin 2002 ashtu ka qenë na ka shpjeguar Shekhi i nderuar Muhammed Ejubi, lexuesi i Kuranit, edhe imam i xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam klas, na mësonte edhe lëndën e Kuranit dhe të tefsirit, e përmendte këtë shembull edhe pse me disa detaje pak më ndryshe, por ajo ideja është domethënë kjo e kompletuar normal se na nuk themi që të gjithë besimtarët janë në këtë pikë, por kemi domethënë situata kur le për të dëshiruar, domethënë hala më mirë edhe për përmirësim. Elhamdulillah që ka njerëz që janë të përkushtuar, ka kategoria dytë të cilët janë në këtë problem dhe e din problemin, edhe është një kategori e cila nuk e ka kuptuar akoma këtë problematik. Prandaj edhe unë kisha një pyetje prej një besimtari ku thoshte se kur fali namaz a bën me lën televizorin ndez. Për çka? Po thabetin ku të falem me këshyr ka pak televizorin se atë me hub kohën. Në atë aspektin me këshyr ndonjë natyrë opton ose diçka u përkushtuan televizor po jo namaz. Pse ai nuk e bën të ai nuk do namazin. Ai domethënë ndoshta nuk e di mas pari që çka është përkushtimi. Prandaj ulemat kanë përmend libra për përkushtim në ibadete. Kur themi në ibadete nuk kemi për qëllim veç namazin. Na po fokusohemi ndoshta te namazi, për arsye se është pasërnditja dhe është kryesorja. Përndryshe edhe te agjërimi pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë kush nuk e lë gënjeshtën dhe të punuarit me ta, s'ka nevojë Allahu azza xal me lan, domethënë me met njeriu pa buke pa ujë, domethënë thjesht bakun thot, kur ai nuk e kalon një vepër që është haram jashtë. Pra, qëllimi i ibadeteve është më përkushtu shpirtresht edhe me lënë ndikim ata edhe mas. Prandaj kemi edhe tjetër hafidhu ala salawati was salatil wusta. Allah ka thënë për kujdesuni, runi namazit dhe namazin e mesëm, që ulemat kanë diskutu është për qëllim namazi i kindis apo i sabahut, në bazë të atyre për llogaritjeve cili është namazi i parë dhe cili i fundit në 24 orësh. Gjithsesi kur kanë thonë për kujdesuni për namazin, domethënë për namazet, një prej komenteve të këtij ajeti është që përkujdesja është dy lloje, përkujdesja për namaz, mbrana namaz dhe përkujdesja pas namazit. Na më përkujdes për namaz që me pas vëmendjen për kushtimin, për qëndrimin mbrana namaz kur jemi të fal, por me rujt çat namaz dhe mas namazit çka? Kur dalim prej xhamis me rujt në cilësitë tona. Po, domethënë ti kur ti flet Allahu xhalla shanu në sejdë, kur e din që Zoti është afër teje, të dëgjon edhe të sheh, edhe ti pranon duat, ke dëshirë me ti fal gjunahet. Edhe shkon domethënë në xhami tu shpresu xhenetin Allahu te xhela dhe tu mbrojt prej xhehenamit. Pse kur dal prej xhamis janë nis me bogibet? Pse kur dal prej xhamis shkon mat ose peshon në kanar peshon gabim, i bën llogarit ose bën dallavere në biznesin tan. Pra me rujt namazin edhe masi e ke kry, masi ke dal prej xhamis. Po aty, por edhe mrapa. Prandaj kur po themi domethënë që kjo ana mekanike na
është në disa raste, ne duhet ta përgjithsojmë se alhamdulillah khajri është i madh. Pra, në disa raste na shohim se një i cili është fetar e praktikon fen, agjërimin, Ramazan, këtë namazin e tjerë ibadetet e caktuara, e din halalën e haramin, vjen në xhami, i kryen disa ibadete, lexon Kur'an, ndoshta ka shkuar në haxh, edhe nuk dallon prej atij tjetër i cili nuk është fetar, domthon që as i kryen as mekanikisht, domthon lema shpirtërisht ibadetet. Tash ku është problemi? Është problemi se ai nuk e ka kap esencën e ibadeteve. Hala ma këtë shkon situata kur nëse dikush është mrena në ibadete, domthon është prej atyre ibadetgjive që bëjnë adhurim, edhe në anën tjetër i bën disa shirkiate, vepra të shirkut, që ai as ide nuk e ka që s'ban me i bën ato, shkon te varri, lutet të vdekurit e tjerë, çka kupton se ky s'ka mritë qëllimi final i ibadeteve me e përjetu me ndje shpirtërisht. Edhe ky sebeb që se ndjejen shpirtërisht është shumë afër mendjes që ai edhe me elon. Pra mendo ti, në çfarë mirësie kanë thonë të parë tanë selefi i hershëm, burrat e mirë të umetit, çfarë mirësie na jemi në ibadete, sikur ta dinin çfarë lumturi na kemi, mbretërit do të na luftonin me shpata për të na marrë këtë mirësi, sepse edhe pse janë mbretër, nuk e ndjejnë atë kënaqësi në të cilën janë besimtarët në ibadete. Prandaj ka pas për tyne që kur është kry haxhi, kur është kry Ramazani kanë qa, kur është kry namazi kanë qa, namaz kanë qa, por kjo e qarë nuk ka qenë nga se s'pëdoj namazin, nga kënaqësia, sepse njeriu çan ka herë, edhe për mërzis ka herë çan edhe për gëzimit, edhe për kënaqësisë. Prandaj na themi shpesh, a ka rast kur ti i ke fal 2 rekate dhe ke çan namaz, me përjetu kënaqësinë e këtij ibadeti, e këtij veprimi, domethënë të çarave në namaz, që të çlirohet 100% trupin, nuk ke nevojë me shku domethënë larg qytetit edhe zhurmave edhe stresit, diku në male përmendëm edhe javën e kaluar këtë gjë. Domethënë ti namaz, fali 2 rekat, çaj namaz. Domethënë ku këto nuk mund ta përshkruan askush veç ai i cili e përjeton. Prandaj me largu këtë. Cilat janë shenjat hoç pse zemra nuk është e lidhur në namaz? Ndjen një lloj bëshlloku. Cilat mund të jenë ato shenja? Pse nuk mund ta përjetojmë namazin? Po, fjala vjen namazin, patjetër që vlen edhe për ibadete tjera. Mas pari ndoshta ibadeteve nuk e kena kuptu esencën për çka janë obligu. Allahu subhanahu nuk ka nevojë për ibadetet tona, këtë duhet ta kuptojmë. Zotit as nuk i shtohet fuqia nëse na bëjmë ibadete, edhe as nuk i mungohet fuqia dhe pushteti dhe madhështia dhe prijetësia nëse na largohemi prej apo rebelohemi ndaj ibadeteve. Zoti është Zot, ka qenë dhe do të jetë i pa fillim dhe është gjithmonë pa mbarim. Prandaj në momentin që ai ka bë obligim ibadetet, të gjitha ibadetet i ka bë për një dobi e cila kthehet tek ne. Dobia kjo është mas pari dobia fizike, që është ma thjeshta, pastaj dobia shpirtërore, pastaj dobia e fitimit të xhenetit, e kënaqësisë Allahu xhaleshan. Në momentin që njeriu e kupton esencën e ibadeteve, çdo ibadet, kthehu gjen të secili ibadet, fshehësia e tij është me gjet qetësi, me gjet kënaqësi, lumturi. Nuk mund njeriu me jetu pa adhurime. Kur fillon e mu fal me agjëru etj, duket që në falje po lodhet, po ktheu dobit fizike, shëndetësore, sociale, etj, pastaj në fund kënaqësia Allahut që është më e rëndësishmja, kryerja e urdhit të Zotit dhe arritja e shpërblimit të xhenetit. Prandaj njeriu kur një prej këtyre pikave përderisa se ka kuptu se ibadetet kthehen me dobi nga të gjitha drejtimet tek ai nuk e ndjen pasaj që të bëshllëk se është ty e bën thjesht në mënyrë mekanike. Pastaj tjetra, ndoshta ka qenë është prej atyre njerëzve të cilët kanë jetuar në një ambient fetar, që ai është mësu pikur ka le më fal. Se janë fal baba, nana, gjyshi. Po, edhe tash ky nuk e ndjen më, prandaj na shohim se fëmijët e atyre të cilët janë në një familje fetare, atyre fetarve, mund të kryejnë ibadetet, por nuk në shumicën e rasteve, thëmë për fat keq, nuk ndjejnë kënaqësi sikur se fëmijët ose trit atyre familjeve që ja kanë nis pi fillimit. Ata më fal domethënë ata janë të parë në familje, një djalë pas 16 vjeçar, 20 vjeçar që është rrjedh për një familje jo fetare. Po edhe ky prej familjes fetare, ky mund ta bëjë ibadetin, thjesht e bën mekanikisht. A është gjithmonë jo. Unë qëllimisht i rri kësaj që bëj ndarje mos me përgjithësu gjanat. Ky domethënë i familjes fetare, nëse prindërit i kanë dhënë me kuptu
rëndësinë e ibadeteve, ai nuk e bën mekanikisht, domethënë thjesht hajt ta kryj ranin. T'ja bëj ranin se baba po më pyet në akşam a jam fala jo. Ai tjetri, ai e bën me tërë për kushtimin e tij se ai nuk ka lind me një ambient fetar, por e ka kuptu edhe e ndjen. Prandaj, pra ndikimi i dytë që mund të jetë i rëndësishëm është që ata që lindin në ambiente fetare, me pas kujdes prindrit jo veç me urdhnu fëmin çu falë, sepse kisha një rast që vjen një bile prej jashtë Kosovës, mu falë në xhami dhe më pa mu, aty tha, po du me ta bë një pyetje hoxh. Tha fëmia ka fillu me malon namazin. Ja bona 2 pyetje. Çfarë moshe ka? Edhe deri në këtë moshë, deri kur i ka bë, ka vite sa, a ke detyru mu falë apo është falë me dëshirë? Tha i ka bë 18 vjet. Edhe tha jo, tha ka pak, tha e kum imponu namazin. Thash mos prit ndryshe. Kjo ka më ndodh. Ai inshallah taala ka më kthy apet. Por është si lloj hakmarrin ndaj prindit se me një farë forme nuk i ka dhënë me kuptu pse më fal. Esencën e namazit, urtësit. Prandaj ulemat kur kanë pa një prej sebepeve pse disa raste ka dështuar mësimi i Kuranit përmes të fëmijët, është se prindi veç i ka thonë mësoj Kuranin, duhet me mësu Kuranin, edhe nuk i ka tregu për kënaqësinë pse duhet me mësu Kuranin. Prandaj një prej tash mund të themi pika 3 është na nuk duhet t'i kryjm ibadetet, hajde se po ja bëjmë, po i kryjm se kemi obligim. Na nuk duhet të mundohemi më përkushtuar ibadete pa njoft sa duhet atë kuj po ja përkushtojmë ibadetin. Pra, na nuk mund ta duam namazin edhe agjërimin nëse nuk e kem kuptu kush është ai që pe ja përkushtojmë na namazin. Po, domethënë mas pari me dashur Allahun, qysh e don Zotin kur e njeh. Nëse nuk e njeh Zotin, ti nuk mundesh me e dash. Një diçka që seneti nuk e do. Kur ta njeh Allahun dhe e shet që është i patmeta, është i pa kurfar vërejtje, është Zot, është krijues, ai që meriton adhurim, emrat cilësitë e tij nuk krahasohet asnjë krijesë. Na ka fal me mëshirën e tij. Na çon xhenet me rahmetin e tij, ato që çon xhenem e çon masitar arsyetoje me kohën me gjitha, masi t'ja çon argumentet, edhe çon me drejtsinë e tij pa i bën kurfar zullumi. Kur e kupton këtë formë, atëherë ti që të ibadet që ja përkushton çati që jetu e dasht, ti edhe ibadetin kime e dasht. Se ti jetë ditë për kanë pa e ban. Prandaj më mundu edhe mësimin e Kuranit, edhe namazin e gjitha, më ja bën të dashur fëmijëve, por fëmijëve ose edhe vetës, edhe të rriturve. Po për më ja bën ibadetet e dashura, t'ja bëjmë të dashur Allahun, kuj po ja përkushtojmë ibadetin. Domethënë, na jemi në një mirësi, që kur ta kuptojmë këta, që i bim sejdë Allahut, mirësi që nuk e ka askush. Ti paramendoj një njeri që ka lindur në një ambient që është jo fetar, edhe kur s'ka arrit me kuptu të vërtetën, i kanë adhuru prindët e tij varret, idhujt, ose lopën, ose mit, ku ka tempuj në vendet caktuar të Aziz, që adhurojnë mit, tempull e minjve. Shkojnë aty bëjnë ibadet minjve. Dhe ti kur e sheh këta, edhe kur e sheh ambientin ku ka kriju Zotit, ka zgjedh ty, më kanë prej atyne që e adhurim veç një Allah, që s'ka shoq. Ti, a nuk ja vlen me ja përkushtu këtë namazë, këtë agjerim edhe me ba, me gjithë shpirt, jo vetëm thjesht, kur po vjen iftari ma shpejt. Kur po jap selam ma shpejt, po duhet me qu më falë sabajnë. Unë, pse mos më qu? Kur ai qohet, domethënë edhe shkon me i kryen atje ibadetet, ati miu t'ja përkushton ibadetin, la ilaha illallah, ti Zotit tan, ti dush me bë jo 5 minuta farz, me 15 minuta. Ty me të do këtë taravia kur ta fal lillah. Të do këshini, morën namaz natës. Jo lodhje. Prandaj kur e kupton ti kush është Zoti yt, i vetmi meritor për adhurim, s'ka zot tjetër. Pa dyshim që namazet, ibadetet kanë me të do shumë të lehta. Kur thot një prind, një dikush që e don, ti që e don, me kry një shërbim, ti e kry me gjithë kënaqësi, me gjithë shef. Po Zoti kur të ka thonë me kry këto. Prandaj kjo është një prej shkaqeve që njerëzit e bëjnë thjesht mekanikisht ata që e bëjnë ibadetin. Prandaj na themi duhet më shumë u përkushtu ndije para ibadeteve. Edhe prandaj edhe kjo është që ilmi, dija, vjen qabla al-qawli wal-amal. Kështu edhe Imam Buhariu ka vendosur një kapitull në Sahihun e tij, dija para fjalës dhe punës, para fjalës dhe punës, edhe ka thënë fa'lam annahu la ilaha illallah, ka përmendur ajetin Kur'anor dije se nuk ka zot tjetër që meriton adhurim pas
Allahut. E ka përmend këtë ajet për mi thonë që dija, kur ta shtojmë dijen ne për ibadete, për Zotin, për ata, për këta, edhe për kushtohemi pastaj kur të vjen pyetje, fjala dhe puna, pra namazi, agjërimi, zakati, haxhi etj, na e bëjmë çu duhet. E nuk shkojmë atje në haxh me thonë, çka kjo, gushëm, pse mos sjellun këtu? Pse më ardhin njerëz këtu? Pse më ardhin? Po edhe dënë me krahasu me diçka tjetër, thotë pse si kanë parët, veni shenjt është ky i përmend disa vende, domethënë që ai nuk e ka idenë për çka duhet me shkuën në haxh. Sa ndikon kuptimi dhe meditimi i ibadeteve në largimin e boshllokut. Këto që bisedum hoxha. Do thonë njerëzit nuk e din kuptimin, edhe nuk bojnë e meditim. Po. Unë me qëllim e lash pa përmend këtë kur thoya ti shkaqet. Një prej shkaqeve është që njeriu nuk mund të përkushtohet në ibadet ose i bën ibadetet në mënyrë mekanike, është fakti se nuk e kupton domethënien e tyre. Qoftë domethënie të përgjithshme, qoftë domethënie të shprehjeve të fjalëve. Pse po them të shprehjeve? Për shembull, nuk e din çfarë domethën elhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin se di këta. Edhe kjo normal që nuk e din kuptimin e ibadeteve. Mas pari domon nuk e din kuptim përkthimin, kuptimin e këtyre ajeteve që e falet. Pastaj kuptimin e ibadeteve, të ibadeteve çish, për shembull agjërimi, është ibadet në vete që duhesh me kuptu pse ky ibadet. Pse ka kështu? Haxhi, pse ky ibadet? Ky ibadet, kuptimi i haxhit është përveç të ka thirr Zoti azza xal me shku, është edhe një konferencë e përgjithshme islame ku njihen nga të gjithë vendet e botës dhe diskutojnë muslimanët edhe i ndrojnë numrat e telefonit. Po tham tash unë kështu në këtë kohë. Pra një kuptim më të gjatë se sa thjesht me shku aty mos sjell rreth çabas. Pastaj me ditë se këtu pejgamberi ynë alayhi salatu wassalam ka lind, ka jetu, tu ka zbrit Kurani, këtu kanë jetu sahabët. Pra me e kuptu, ku shkon atje i fshin gjunat, nëse nuk ka bë mëkate, i fshin gjunat sikur atë ditë që ka lind prej në nanës vet. Kur i kupton domon ibadetet, ai edhe përkushtohet, thotë më kanë më shansa me bë haxhin e Islamit. Këtu ka ecë Ibrahimi alayhis salam, këtu ka ecë çdo pejgamber i Zotit ka bë haxh, gjithë pejgamberët. E kupton pastaj rëndësinë e këtij haxhi. Jashta anës ibadetet edhe ana shoqërore ose sociale. Kalon pastaj te zakati, thotë dikush ai që se kupton rëndësinë e zakatit, kuptimin e zakatit, përveç pastrimit pasurisë, është edhe ngritje e dhënia e bereqetit, ngritje në nivelit pasurisë, është ndihmës ndaj fukarave. Sigur ti jep zakati për krejt muslimanëve, nuk do të kishte fukara në tokë, në dunja. Pastaj 2.5% e jep, por Allahu xhel ta shton pa hesap, mas paku 10 fish, e 700 fish e pa kufi. Te zakati hoxha kemi një problem që muslimanët, disa nga muslimanët thojnë unë e jap zakatin, po jo 2.5. Shpesh më ka rënë me ndëgju, unë e jap, po nuk është zakat ajo. Ajo llogaritet sadaka. Këtu e përzin domethënë japin ka prej tyre për fat të keq, për fat mirë se po japin, shoqëror që po japin. Po vetëm thjesht ka nevojë me domethënë me orientu sakt atë dhënie. Pra ajo është në gjendje mi dhon 10.000 euro në gjatë vitit, nuk është në gjendje 2.500 euro, nëse ka fitu 100.000 euro, për shembull. 2.500 euro është në gjendje mi dhon zakat. Pse? Se s'ka ditë me orientu, ka dhon kështu her pas here, e ma jo një herë në vit me mbledh sa ka fituar tjerë, mi dhon 2.5%. Edhe s'di thot po unë po jap sa po më jo, ti dush me dhon masi të hapi zakatin që ki farz, jep sa dush masane sadak, po nëse s'jep, nuk ki gjëna. Sadak nuk është farz me dhon sadak, është sunet. A zakatin është farz me dhon. A jep sadak, 10 fish ma shumë në maki, zakatin s'di se ka orientu mirë, se ka kuptu thelbin, themelin, pastaj ka prej tyne të cilët edhe thojnë unë e kom fitu vetë, le ta fiton edhe ai. Pse më marrë të gatshëm ai. Ai kupton. Pastaj tham domon kuptimin e ibadetit, pastaj kuptimin të agjër, të Ramazan, të namazi, e kemi një problem tjetër që shpesh domon për kushtimin nuk është bëhet vepër mekanike për arsye se e kry namazin mekanikisht pa e kuptuar çka do të thonë. Nuk po duam me dalë tek jam me më kap dikush për gjuhë për atyre të cilët nuk e dojnë Islamin edhe folin po shtena pse është namazi shqip, na I themi domosdoshmë se namazi aq është universal edhe aq është Islami ndërkombëtar sa domethënë nuk e kthen shikimin të filanit çapo thotë edhe fisteke, po namazi është në gjuhën universale të dinit Islam. Dan më fal kush dan mirë, kush dan më fal, Allah I nimoft në xhenem opton. Edhe kush dan me kundërshtu
këtë din edhe këtë namaz pëse s'është në gjuhën e ti, sepse gjithsesi do të kërkonte më falë në gjuhën e ti, na themi jo. Ajo është në gjuhën universale që ka zbrit Allahu xhaleshanu, dhe kështu është obligim. Ndryshe nuk bëhet namazi, nuk pranohet namazi, falu ti deri në sabah s'nal kërkosh, por nuk pranohet. Por masi jetë të e falë, qysh duhet më falë, ti dush është mirë me mësu kuptimet e ajeteve kuranore, me i ndru, me shtu llojet e duave të ajeteve. Prandaj edhe njëri prej kur e përjeton ti namazin thon dietarët ti paramendat ku i ke dalë përpara, i ka dalë Allahu xhaleshanuhu. Ti dush nuk ka këtu mekanikisht me bë, domethënë mend mi pas taj problemet e lokaleve, sa fitova sa dhe sa kom fitu dje, sa kom hup. Por dush që njëri prej dietarëve thot përpara vetes unë qes kiblën, poshtë vetes thot kur i namaz urën e siratit, djathas xhenetin, majtas xhenemin, me gjithë Allahun azza xal. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyet çka është ihsani, mirësia apo perfeksionizmi, ka thënë ta'budu Allaha ka'annaka tara fa lam takun tara fa innahu yarak. Në ta adhurosh Allahun sikur po e sheh, nëse ti nuk po e sheh ata ai të sheh ty. Kur ti je me namaz me çet bindje, kur thua alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu flet me ty, ta kthen thot robi jam më falenderoj. Dhet kur mbrin ja ken abudu wa ja ken sein, gjysa kjo thot mes me edhe teje, gjysa e parë për Zotin, gjysa e dytë edhe mrapa ato ajete janë për robin. Pastaj robi po i thot Allahut ja ken abudu. Ty prej teje ndihmë kërkojmë, domethënë nuk kërkojmë prej askujt tjetër, veç prej teje. Çdo sen çka në nevojë të neve prej teje kem. Wa iyyaka nasta'in, prej teje ndihmë kërkojmë. Domethënë ty të falemi, ty kërkojmë ndihmë, ty të lutemi, ty kërkojmë rrezik, ti jena jap jetën, ti na jap vdekjen. Kur ta thot të besimtare, vetëm ja boranin, domethënë edhe më shpejt kur përkryet namazin, kur i përjeton ajetet kuranore, kur përkushtohet në dua, i nrën duat, një realizon kullu vallahu ahad, masel hamid, një realizon kullu dhe brabil falakin, atajna, tjere, banë lojshmëri, kur bjen në rrugu, bjen sejde, din ku i bjen sejde, masa afermi, Allahu të gjerë, robi është në namazë, më në namazin sejde, e përjeton këta me gjithë shpirt, edhe ka me ndje, nuk ka me dash me dalë për namazit. Prandaj, dhe më thonë, mos njohja e kuptimit të ibadetit, pasaj mrena ibadetit të detajeve, të ibadetit, e bjen deri këtë kja, të kjo rutin, kjo pa shpirt nuk e ndjen. Si mu ta kthejmë për qëndrimin, ta shijojmë namazin, ta shijojmë ibadetet. Mas pari unë gjë kryesore që kisha me thonë, edhe po i thoja edhe një studentit i cili më ankohi për mësimin e Kuranit për me që kish probleme, është përmirësimi i jetit. Gjëja e parë është përmirësimi i jetit. Pastaj përmirësimi i jetit kërkon vazhdimsi. Nuk është përmirësimi i jetit rifreskim. Sot po bëj edhe tash ky jetë në nivelet më të larta 100% atje, domethënë niveli i lartë, kam ne deri desune, jo. Ai lypë për ditë më marr me ta. Prandaj Imam Ahmedi është përmend me një transmetim 20 vite, thotë kam luftuar me jetën, me sinqeritetin tim. Pastaj pjesën tjetër thotë jam rahatu. Nëse dietarëve ju duhet 20 vjet më marr, kjo nuk është për mja bot malë, dikuj me thonë, oho, nëse Imam Ahmedi është marrë 20 vjet, ku për mund, 200 vjet më duhet. Jo, dhe më thonë, për me thonë me kuptu, se cilën njeri duhet me luftu her pas here vetën, e vetë edhe brendësin, se shetani nuk nalë të të bon fitne. Ti mirë jetë, ti s'ki nevoj, ti s'po, cytje. Qka e para dhe manë është përmirësimi një jetit dhe në vazhdim me kontrolu. E dyta, me eshtu diturin. Dhe më thonë, në momentin që shton dijen, kreç ka folëm dhe ta shkyn të ajo dhja të manë të mësu sa ma shumë me adhuru Allahun pa ditë. Pa një hori pa dhje. Dhe manë, në momentin që shton dijen, ulemat kanë thonë edhe atëherë kur të vjen shejtani edhe të ban fitne një badet të shfaq syfaqësi, ti me dijen tonë e këthen atë syfaqësi në sinceritet. Në sinceritet jenë gjendje me alujt lojen më njerë, me anru lojen më njerë. Më thonë, jenë namazë edhe të vjenë banë vezvese. Shtynë krajnë e majtë rërë. Audhu billahi mina shejtani rajim. Largohet shejtani. I thu vetës këj namaz, për kanë kam hynë namaz? Ku jem të ju përkushtu? Nëse më shet dikush tjetër, a kam dobi prej ti? Pastaj me gjithë qetësi në ibadete. Ka artë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në xhami personi dhe ka thonë, o shqu po falet që tem në qyshet xhamis, po vjen të Resulullah sallallahu alajhi wasallam, po i thot pejgamberi, ktheu falu se si e fal, shkon për dyti, shkon për streti. Pastaj i thot ja Resulullah, pasha Allahun që të ka qu pejgamber, nuk di ma mirë më fal. E pejgamberi alayhi salatu wasalam e këshillon
cila është esenca e këshillës, si ka thonë, me u qetësu namaz, me bë namazin qetësisht. Domethënë jo mekanikisht, me çka ka thonë kur t'jen kam, qetësau. Kur bjen në ruku, qetësau. Kur bjen sejdë, qetësau. Dhe ka ndalu nga namazi që i përngjan gjelit i cili han kokrat e misrit ose të grunit, prap me ra shpejt sejdë. Ka ndalu nga lëvizja e kokës djathtë as majtas duke shiku se thot Allah xhel ka mundësi t'ja shndroj fytyrën e tij në fytyrë domethënë të gomarit. Transmetime ka. Pse? Disa ulema kanë thonë nuk është për qëllim me u shndru direkt fytyra, por domethënë në mënyrë alegorike është përmend, por disa kanë thonë Allah ka mundësi që ka ndryshu popujve të mëhershëm në fizionomi të caktuar, por gjithsesi ka treg vërejtjen nga mos përkushtimi, nga prandaj duhet mu qetësu në namaz. Mu qetësu. E kjo domethënë dia, sinqeriteti, me marr ibadetet qetësisht. Kur ty në Ramazani, jo ka hyrë Ramazani 3 ditë përpara me pas siklet ku shrin tash pa bukë të ditën. Kur vjen iftari opton ha më shumë se nesër kam agjëru ku për mua. Mi thon atij tjetër që s'është agjëru, që ka arsye për shembull lumë ti që pa hanë po pen. Çfarë vetë ibadeten s'ka lidh kërkosh, ti ja bën për lillah, për Allah. Bën me gjithë zemrën, mos i thuj lumë ti që s'pe kryen këtë ibadet. Lej edhe ti pra. Edhe do të kush lumi kush e mirë kush. E mirë kush. Domethënë mi bë me gjithë vullnet apo kupton. Me shkun haxh, jo më thon vallai po shkon haxh se më kanë tek djemt fëmia, më kanë tek se kur s'kisha shku. Kupton me ndje edhe me bën me gjithë qef, me vullnet. Hoq për fund, çka na kishë këshillu që të marrim disa hapa që formën ta kthejmë në përjetim, format e ibadetit. Po. Pak a shumë ajo që u përmend në randa kretë kësaj temës, do të përmbledhet në këtë këshill të fundit. Thash edhe në fillim thash duhet vetë llogaritja të ibadeteve, jam duke i bë si duhet apo jo, a kam probleme me brendsinë tëme të shpirtit, dhe përmenda se edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pas këtë gajle ku ka qenë Handhale që e ka taku një Ebu Bekrin radiallahu anhu në rrugë dhe ka thonë Handhale është bën munafik. Ka thonë pse? Thot kur jam me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, imani jonë dhe përjetimet tona janë nivelet larta. Kur dami për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bjen niveli. Ebu Bekri ka thonë la ilaha illallah. Tani hetem probleme kam edhe unë. Ku për mu? Edhe kanë shku bashkë te Resulullah apo janë taku me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo përmendën kët problematik të tyre te Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë është vërtet kjo gjë, prandaj sa'atan fa sa'a, do të thonë her njeri është nivele më të larta, her nivele më të vogla ose më të ulta. Kjo si tregim ne me kuptu se kjo problematik ka qenë gjithmonë. Feja nuk e mohon këtë problematik, me thonë jo nuk ekziston, kjo është rënë, ju peshpik në pizvetit, jo ekziston. Se imani dhe ka lëvizjet e veta. Rrethanat ndikojnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka konsideruar diçka si jo normal, ku çka keni bë, ku keni mri jo. E ka pranu, por nuk do të thonë që mos mu përmirësuna. Pra me pranu si një realitet, sepse kam raste kur më ka thonë njëri ku më lën namazin se nuk e kam përjetuar dhe ku më thonë mos e përjetoj, pa e la, ka menduar se duhet detyrimisht me përjetuar 100%. Pra Sheriati pe pranon, feja pe pranon që mund të ndodhë besimtar, por jashtë një kufi këtu, ku është minimumi, një kufi që është maksimumi. Më mundu që mrena që sa menet, nëse mrin maksimum, nivelet më të lartë, alhamdulillah. Nëse jo atër mos bjerë bile nën këtë minimumin. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në përgjithësi në jetën e tij është mundu sahabët me orientu që ibadetet me i kuptu si mesazh, se cilin ibadet që ka një mesazh mas vetës. Pra hap konkret është sinqeriteti, vetë llogaritja, shtimi i diturisë. Ne jam me njerëz të mirë. Pra mendo Handhale e ka pa me vetë llogaritje. Kur i ka treguar Ebu Bekrit, Ebu Bekri ka pranu. Kjo me kuptu se ka rast kur njeri është duke i bë ibadetet mekanikisht, po s'është e kuptu. Vjen shoku i vet edhe i kallzon. Domthon e përmirësojmë në njëri tjetrën, e korrigjojmë njëri tjetrën. Pastaj shkojmë tani më i ditur i cili përveç që na këshillon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tani edhe i ka këshilluar sahabët, por gabimet e tyre ose vërtetët e tyre nuk i konsideron me qit në alarmante mi bë që aty në më hub vullnetin. Na kemi raste kur dikush nuk është mirë, për shembull me shëndet. Po mjeku i mirë nuk ja bën alarmant mi thon ti pas ke marr fund. Ku për ty, ja, krye më punë jote, jo, i japi mëtë.
Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas parasysh se rrethanat mujnë me ndiku, rrethanat e jashtme ndikojnë. Pra një njeri, nuk është një njeri cili jeton mesin e jo besimtarëve, mesin e të pamoralshve, e ka çashtu kaleme një ambient të tillë që ai, domethënë, ai kryen veç farzët, nuk krahasohet me një tjetër i cili jeton në Çabën, Mekë, i cili kryen farza dhe sunete. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë rrethanat janë të tilla që ndodh që herë më mirë, herë më keq, mbas të rrethanave. Prandaj edhe këshilla jepet mbas të rrethanave. Prandaj edhe arsyetohet njeriu në bazë të rrethanave. Edhe i ka thonë herë ngritet niveli, herë bie. Por në përgjithësi a është kjo domethënë nxitje që ai s'ka gale se nëse ti je me shok të këship, jo, shko orientohu te njeriu i sakt. Pyet te njeriu i sakt. Prandaj edhe ai që ka myt 99 vjet kur ka shku te 100 te ai tjetri, ai ka thonë s'ka pendim për ty, e ka myt edhe ata, se ka shku te njeriu i gabuar. Ai ka qenë thot rahib, ka qenë ibadetxhi, adhurues i devotshëm, por nuk ka qenë dietar. Pastaj ka shku te tjetri që ka qenë dietar, edhe ka orientu. Pra me ditë domethënë ku më orientu, edhe këta kanë shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka ditë mi orientu. Edhe në këtë rast na themi se duhet me gjetë një shok apo një dikën tek i cili duhet më orientu. Përmendet nga Ibn Qayyim rahmetullah alayhi se thot sar kemi pas shtrëngim gjoksin tonë, sar na kanë humbë shpresat, sar kemi pas rënje të nivelit të moralit, të ibadeteve, të dijes e tjerë. Kemi shku te mësuesi jon te Ibn Taymija dhe na ka motivuar na themi popullore atë fjalën kena dosh me fluturu prej gëzimit, ha? Prandaj njeriu ka nevojë dikush me motivu. Edhe këta kanë shku sahabët e pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pra, kjo problematikë ka ekzistuar, por me një rast me 5 fjalë ose me 5 rreshta është zgjidhur si themele, si baza të kësaj problematike. Sinqeriteti e përmendëm, kthyrja ta përjetosh secilin adhurim, ta përjetosh besa dhe ma nivele më të larta të jesh i bindur se ky mund të jetë adhurimi i fundit për ty. Edhe kështu nëse e bën, çdo ditë agjeron, ku me ditë nesër mund me agjeru. Çdo namaz e fal, duke menduar se është namazi yt i fundit, disa ulema kanë këshilluar më i madh. Po falem, para mendoj më ia dhon dikuj, shansën më thon falë një namaz se do të vdesësh. Ose kanë me të pushkatuar misht. Çu do ta falte besimtarët namaz? A veç kish më aboranën? Wallahi jo. Wallahi jo. Prandaj nëse përjetojmë në këtë formë, na kemi më dhon shpirt i ibadeteve tona. Esenca e ibadetit është për kushtimin e to, me indje, me përjetu. Por, sa ma shumë që ja din vlerën, i përjeton. Edhe të ushqimet, sa ma shumë që nuk i vlerëson se ti ka pru baba hazër, i ka gjetë hazër, i hanë. Edhe nuk i ndjen lezetin e ty nëse je i ngopur, i ki hazër, je në ambientet e komodet klimës shtëpisë ose të restorantit, ama sikur të vrapoje për me mrin deri taj, edhe të mos e kishe nesër ose se ke pas dje, ti edhe ki me rujt, edhe ki me adit vlerën, edhe ki me shiju. Prandaj na në momentin që bëhemi ja dim vlerën i ibadeteve, që jemi të uritur për ibadete, kena me përjetu ma mirë se sa vetëm thjesht me i bë mekanikisht. Pra unë mendoj që një kategori e besimtarëve nuk është që zbojnë ibadete, por janë në krizë të përjetimit të ibadeteve. Dhe këtë duhet të mundohemi të largojmë prej vetes tonë. Ka dhe të atillë të cilët i përjetojnë ibadetet, e llogarisin vetveten, e bëjnë refresh her pas here se kemi nevojë për një gjë të tillë, por ka që janë mirë, ka që janë pak më adapte dhe duhet më ngrit nivele më të larta. Hoxhi, ishte kënaqësi që ishe në mesin tonë. Allahu të shpërblet. Faleminderit edhe ty Islam, Zoti të rujt, inshallah taala. Amin gjithë inshallah. Përfitojmë ne edhe gjithë shikuesit e këtij inqizimi. Shikues të nderuar, kaq ishte për sonte. Ju përshëndesim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.